Radio. Albania Radio. Përshëndetje të dashur shqiptar, zonë zotri. Mirëmbrëma. Njerëz beqart, martuar, vajza single, bukuroshe. Njerëz të lumtur. Meshkuj në tentativë, njerëz toksik, kudo që ndodhet një njerëz, ju përshëndesim njerëz që jeni në trafik. Mirëmbrëma të gjithëve. Me shumë dashuri. Ja, jemi sërish të intens, çdo të inten, nga ora 6 deri në orën 8 do të jemi së bashku me mua Cupin edhe Lesianin pa diskutim. Jeni në radion më të mirë shqiptare. Shëndet Paçi në Top Albania Radio dhe sigurisht po dëgjoni një ndër emisionet më të bukur, më charmant të kësaj radioje. Vash mos i bëj shefi vetes tani. Po s'ja tham të mirat vetes Subi, kush do na i thoj? Kush do na i thoj? Nëse thot njëri ke të drejtë. Por gjithashtu me neve nuk lëm pa përmendur partnerin ton të tretë, DJ Vini. Gjithashtu na është bashkuar sot diku në Icep të radios andej për te xhamit. Edea, e përshëndesim dhe Edean, e cila është Do përshëndesim të gjithë që janë në radio? Jo, po Edea vjen rrallë, kështu që ne e përshëndesim si një thëngjilli mbuluar atje, po nuk e shohim. Ja, dhe zogëza tjetër. Dhe zoza që do na bëjë një story, e cila sapo ka ngrënë 8 biskota për momentin dhe është shumë e ngopur. Me vërtet. Prandaj duket kështu tani si e përgjumur e tulatur. Tani të dashur miq, si çdo herë tjetër, kjo ende vjen me shumë informacione, lezet, rubrikën e AI, me shumë energji, por gjithashtu do kemi telefonata pas pak me qytetarët tanë të nderuar, të cilët si asnjëherë më përpara janë entuziast na telefonojnë sepse shumë shpejt bëhet fjalë që është dhe finalja e madhe Big Brother. Vetëm 2 ditë na ndajnë. Duke qenë se jemi në finalen e Big Brotherit, më le të kujtoj ty, gjithë dëgjuesit, por edhe një 2-3 shokët e mi nga Levani që jo, sepse ata edhe pak ata të mi të tepelen, të lutem. Po këta nga Levani nuk do kenë mundësi atë natë të shohin nga televizori dhe do ta gjojnë finalen Big Brother nga radio. I bëjmë dije shokët e mi nga Levani që nga ora 19:00 deri në orën 21:00 në darkës do jetë tapeti kuq që do jetë live on air në Top Albania Radio. Sa bukur. Dhe pastaj me të startuar Big Brotheri do jetë live në Top Albania Radio deri pas mesnate. Kështu që të gjithë ata që mos e thot njëri e humba se nuk kanë shanse ta humbasin edhe në radio edhe në televizion, edhe sigurisht në dy kanalet e Big Brother edhe në YouTube. Kështu që nga do bëhet nami. Domethënë, imagjino momenti ku do jepet fituesi. Pra, si do ta shohësh ta dëgjosh, është ai momenti tum, është pauza. Vini na jep një tum, o vini amano. Ashtu. Pra, dhe Ledioni që thotë. Fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP është tum. Publicitet. Shihemi pas pak. Shihemi pas pak. Edhe kështu. Në mendova se do filte viti vërtet. Mendova se ishte publicitet vërtet. Po jo, Mitsubi ça. Gjithashtu Subi me që jemi tek anoncimet, i bëjmë dije që gjithë qytetarët që kanë dëshirë të ndjekin Portokallin live. Çdo të mërkur shfaqje zhvillohet në ambientin e Kasharit në Top Channel dhe biletat mund t'i marrë në faqen e webit topmedia.al, aty ku janë topviztickets.media.al. Gjithashtu na shohin live. Sigurisht përveç Portokallis është edhe AG Show. Edhe AG Show që është e njëjtë. Jemi 2 në 1. Java është e mbushur plot marketing. Kështu që tani Cubi siç i ka ai që niset starton ky emision, ne përshëndesim ty, Çunat e Lagjes dhe gjithashtu dy shokët e mi nga Levani me këngën e cila vjen e përzgjedhur posaçërisht nga DJ Vini për kënaqësinë tuaj tonën dhe normalisht të gjithë njerëzve në formë karizmatike vjen dhe na përqaset. Janë njerëzit janë shumë të sinqertë në atë gjën e tyre. Domethënë dhe kanë nevojë që të ndajnë me ne, pse jo? Dhe ne prandaj jemi këtu. Duan të ndahen dhe të ndjehen lirshëm. Ndjen vetvetja sepse dhe ne kemi këtë aftësi pra që t'i bëjmë njerëzit të ndihen mirë. Një pyetje për ty. Si ndjehet një femër beqare në 2025-ën? Pra kush janë cons apo benefits? Të mirat dhe të këqijat, le të themi. E mira, le të themi se në 2025-ën tashmë femra është e pavarur dhe ndihet shumë mirë beqare. Po edhe vjet e pavarur ka qenë. Jo, po, është realizuar, po themi për një femër që në gjithë vite po themi po është realizuar. Edhe sikur është edhe ajo ndjesia sikur thua, ore ç'e dua burrin unë. Ç'e do. Pra, si ajo shpreha që pse ta marr gjithë ashtu për i cop sallam. Po pra ja në këtë pikë për shembull ndihem unë, po nejse. Kështu ndihesh ti, po. Ndërsa e keqja është se ja për shembull vi vërdall për të ngulur ndonjë gozhd. Po.
Për shembull dhe s'ka kushtanguli, se goshdën e kam unë. Po ti ke shok mi cup. Po nuk të vjen një ri në mes të natës, po të vin moj. Se unë kujtojmë për shembull jam kujtuar një ditë në orën 1:30 të natës, tash kush të manguli mua tani këtë goshdë. Po mirë tash ti kujton çik më herë se 1:30 natës edhe goshta po edhe çekiçi flet gjumë tjetër. Pas një moment u kujtova kur u shtriva në krevat, pash aty që më duhej të varja një pikturë. Atë moment u kujtova. Ne artistët jemi çik të çmendur në atë çmendur. Atëherë të vjen ty, atëherë më erdhi. Atëherë është një aplikacion online. Po. Po. Aty mund blesh çekan, çekiç. Çepar, nga gjitha llojet e çekiç. Po, çekiç, nga gjitha llojet e përmasave të çekiçve. Po. Edhe mund ta përdor sipas dëshirës. Po mirë, atëherë kur të mbaroj ma thuaj pak emrin e këtij aplikacionit. Tani Cubi çfarë kemi sot? Kosme pilaf. Kosme pilaf. Po, të rim pak leçëm. Me mishpule, besoj, me salmonel brenda. Jo, pa, kujdes me këtë salmonelën. Pse të hyn në trup edhe me të folme? Se kam përshtypjen që unë e kam kaluar këtë salmonelën në Besian. Po çfarë? Dhe më ka ndodhur në ditën e shfaqjes në Portokalli. Po si e ke? Edhe më kapi një kriz barku më Besian, që nuk di. Po si s'na lajmëron, ne të kemi ne të afër. Po çfarë të thoja, unë po shtrëngoja dhëmbët, ishim në numër bashk. Po një gaz i joti mund ta infektojmë e Ishim në numër bashk mor Besian. Atë mëshme. Po, o vini atë gjon këtë apo jo? Ky është problemi i salmonelës, kështu që bëni kujdes njerëz. Nuk është ngjitse thot bine, po mirë. Po pas kemi shpëtuar. Qen ke me fat. Pas kemi shpëtuar. Megjithatë. O vino, kjo ngjitet vetëm po hëngrëm çka ka ngrënë Cubi. Kam përshtypjen që nuk e keni ngrënë, kështu që rrini të qetë çuna. Të qetë jemi se sot data 17 prill. Dhe në 17 prill të vitit 1989, po është shënuar dita botërore e hemofilisë. E kujt më? Hemofilis. E di se çfarë është hemofilia? Jo, hemofilia. Po, hemofilia është një çrregullim i trashëguar, po genetik, që dëmton aftësinë e trupit për të kontrolluar koagulimin e gjakut. Koagulimin e gjakut, po. E kuptova. Dhe në fakt janë çrregullime të trashëguara, por të them të drejtën, unë hulumtova pak edhe për emrin. Jo, për emrin mos u lë se ta shpjegoj unë emrin. Nuk gjeta gjë. Domethënë, unë mendova se hemofilia ishte sinonimi i një fjale tjetër, sepse nuk e di nëse e di ti Cup. Çfarë? Por hemofilia vjen nga lashtësia e vjetë e lashtë shqipe. Pra lashtësia e lashtë. Ka që lashtë është kjo lashtësia? Lashtësia e lashtë shqipe. Që do thot, e thënë më shkoqër për popullin e thjeshtë, sepse ne flasim ti e di, ne flasim me treja, nuk flasim me. E thënë më shqip në vitet 1448. 1448. Në periudhën e errët të Shqipërisë. Wow. Në periudhën e Skënderbeut. Po. Hemo dhe Fili ishin dy shok të ngushtë, një nga jugu, një nga veriu. Çfarë thua ti ore? Po. Kush ishte nga jugu nga këta? Hemo ishte nga jugu, Fili ishte nga veriu. Hemua. Që nga shumë interesante kjo, po? Edhe prindrit e tyre normalisht nuk donin që këta trinin bashkë. Hemo dhe Fili rrinin gjithkohës bashkë. Ma thuaj Hemua se është tamam rrugor. Hemua dhe Filua rrinin gjithkohës bashkë. Edhe simbolika atyre ka qenë shumë e fortë se për herë të parë një nga veriu dhe një nga jugu kishin shumë dashuri për njëri tjetrin. Wow, shumë e bukur. Dhe ishte simbolika. Dhe prindrit, njëri thishte Hemo, tjetri Fili. Kur ka përshtypjen kur i thriste mami për të ngrënë bukë. Po. Hemo, Fili! Fili atje, Hemo, Fili. Dhe ndërkohë që kalamajt vinin me vrap, se po e thrisnin shtëpisë, rrëzohen. Dhe vriten, dhe del gjak. Edhe vendi ku ata u vran, u quajt Hemofili. Wow, çfarë historie. Dhe hemofili është u vran të dy, domethënë, dhe Hemua dhe Fili. U vran të dy, hemofili. Dhe është vendi ku hemofili dhe lidhet pak a shumë dhe me këtë që thuti me gjakun, sepse aty rrodhi gjaku. Dhe ata u detyruan pastaj shtrëngonin kofshët fort. Kofshët? Po, sepse u vrante gjuri dhe Hemua. Hemua dhe Fili u vran. Kush Hemua u vra i pari kam përshtypjen. Po Hemua i pari se jo në fakt u vra Fili se nga që nga mali edhe e njifte mirë terrenin, ishte më e shumë po. Nëse edhe po shtrëngonin fort kofshët që të mos dilte shumë gjak.
Edhe këtu edhe aty lindi fjala hemofili. Hemofili. Wow, sa interesante ishte kjo historia. Nuk e dija, në fakt unë kisha googluar shumë sot për historinë e emrit, sepse kjo është e lashtë në lashtësi. Shumë e lashtë. Shumë e lashtë nga lashtësia e lashtë. Patjetër. Këtë vetëm ai si ka. Po ti si nga e ke gjetur këtë histori? Kush ta ka thënë? Nadir Murra në kafe. Jo, mos më thuaj. Në kafe me Nadirin ai ka histori të papame. Ore, po ç'të lindi ty në kafe me Nadirin? Po, unë jam kurioz ndaj misterëve të Edin Supi. Misteret dhe gjërat e panjohura më entuziasmojnë. Entuziasmojnë. Nëse do të dish diçka për sa i përket misterit, do të them tani kuriozitet papam. Dhe jemi rikthyer, kanë ikur 35 minuta Visian, kanë fluturuar, ëh? Dhe ndërkohë njerëzit vazhdojnë. Nuk e dim, fluturuan dot, u nisën apo jo? Kanë fluturuar. Sa janë ngritur në fluturim. Me që jemi ke fluturimi, përshëndesim gjithë njerëzit që po shkojnë për në aeroport, janë gjatë trafik, mos u mërzisni, na keni neve, kështu që pikërisht mos u mërzisni, ç'keni, do jeni me ne deri 2 orë deri në orën 8, domethënë, kështu që do ta kapni fluturimin edhe juve. Tani, për kënaqësinë tuaj, tonën bashk, mirë se erdhët në rubrikën AI. Rubrika AI. Shëndet nga rubrika AI. Edhe si që ka i e kësaj rubrike gjithmonë filloj me Ladies First, vjen një poezi sa aktuale, aq edhe abnormale, nga legjenda e poetrisë shqiptare, Madama Cubi Metka, një poezi me titullin TikToki. Në TikTok çdo ditë fest sikur më parë. Një qen me mask po kërcen si i marr. Gjyshi që këndon me kastravec në balkon është bërë viral, është trendi botror. Një djalë me kos në dorë thot se po bën sfidë. Derdh kosin në trup dhe fap të pasmet i dridh. Sfidën ja pranon nëntigja seksi. Hap kosin me dhëmb, fluturon proteza tek tapeti. Te dyqani bukës, furtari brumin qesh. Fluturon brumin duke bërë video virale si mbret. Një video virale, një vajzë me fustane, dridhet e spërdridhet i kombinon me nallane. Më duhen like, hajde bëni koment. Gjuni me kapela se kështu bëj lek. Një tjetër meme, gruaja nxjerr burrin në shitje. Ankohej se nuk ishte i Zotit ta kënaqte që i flien. E në fund të ditës, këto janë prodhime TikToku. Gajasem e qeshim të gjithë së toku. Tërbohen të gjithë pas një video virale. Ama të gjithë argëtohemi me këto skandale. Wow, faleminderit Cubi. Faleminderit AI në këtë rast. Faleminderit AI, sa aktuale është aktuale. Tregon një realitet i cili ndodh rëndom dhe rëndomthi. Shoh gjithë farlloj kategori njerëzish, nëse u marr vesh tani. TikToku i ditë na punon, i ditës na punon, nuk e marr vesh. Jo, mua më punon mirë. Të punon mirë, çka i ke futur gjë? E kam vajsur. Okej. Ndërsa tani vjen radha ati, po, nga. Kjo imja është pak më e shkurtër se jote, sepse ti ke shumë gjata. Okej, unë kam përshtypjen që është e shkurtër, por është kuptim plot. Është me përmbajtje. Dhe vjen ai me një përmbajtje të thellë, dasma, Visian Ukcenaj. Të ftuarit mbushen në shtëpi si një tuf, babai vallzon me kapele në dorë. Nusja qesh, flokët fluturojnë si shtup, edhe unë si me stil e fus gishtin në tort. Në mes të valleve ku shërira bie, që ndis këpucet e saj në tapet, tavolinat kërcasin, sallatat fluturojnë, dhe kori dasmorve bërtet, nale dorën o Izet. Kur nata bie, vallëzojnë dhe pleqt, me ritmin e DJ-s, që si ndalon fare fusha. Kështu ndalet çmenduria e ditës së nxehtë dhe unë dasmën plot me lot gëzimi e mbusha. Wow, si më kujtoi kjo dasma jote. Shumë dasma bukur. Po kjo e jotja e fundit, është virale si dasëm. Është dasëm. Ndale dorën Izet. Ndale dorën Izet zë bënami. Unë ti gishtin te torta fut. Po të pash ty në dasëm nuk shoh shtëpis.
Perla momentit. Shumë e bukur gjithsesi. AI ka filluar më duket sikur po e rregullon dorën së fundmi. AI më duket sikur punon në Shqipëri vlla. Shef çam ndodh në Shqipëri. Po sikur ka kapur algoritmin këtu tek ne. Është për pjesë e jona më duket. E ka kap algoritmin, më thënë drejtën. Ose e kapi algoritmi atë se s'kishte nga t'ja mbante, se po bëhet nami në fakt. Për gjithë njerëzit të cilët janë entuziast për pas nesër, pra data 19 që është finalja e madhe Big Brother, ndërkohë që ne pam dhe vet live skenën gjigande që është ndërtuar atje në ambientet e Kasharit në Top Channel. Është një skenë gjigande Lale, se kam parë në herë një skenë tillë me thënë drejtë dhe duket sikur është ajo motori i raketës e në mas. Është bërë kështu si raketa ajo pjesa. Sikur ka shumë ditë që po punohet për atë skenë. Si, s'kemi ku parkojmë makinat, është bllokuar pjesa. Ju bëjmë dije për gjithë njerëzit të cilët do ndoshta ditë për fatin e keq do jenë në punë, s'do kenë mundësi të shohin në televizor. Ju bëjmë dije që nuk keni asnjë arsye pse ta humbisni Big Brotherin, sepse Big Brotheri do jetë live në Top Albania Radio, që nga ora 7 deri në orën 9 ku do jetë tapeti kuq, e më pas maratona e transmetimit të mbrëmjes gjigande të Big Brother. E cila do të jetë gjithë natën pa diskutim deri në mesnatë. Cubi ti vet ku do ta vëzhgosh? Te tapeti kuq. Por pas tapetit, pos tapetit. Pas tapetit atje brenda live edhe unë. Do jesh brenda. Ke bler bilet, do shohësh nga salla. Po, në fakt mendoj që do jetë një event që nuk duhet humbur. Jo, patjetër, unë do shoh nga shtëpia valla me këmbë përpjet, ku ka më mirë. Po pse në këmbë përpjet më Visian? Po jam lirshëm me Cubi, lirshëm. Kështu shikoni televizor ju në shtëpi. Po, njëri ngre këtej, tjetri ngre nga ana tjetër. Po mirë, të paktën nuk keni kështu luftrash këtej ana ime, këtej ana jote, keni të ndara anët. Jo, po, ne përshtatemi me territorin, ne edhe mund t'i ndërsjellim këmbët me njëri tjetrin. Nuk bëni sherrë ju me njëri tjetrin, besoj. Si ca. Jo. Për momentin nuk jemi toksik. E kemi lënë toksicitetin një ditë tjetër. Kur të mos ketë finale Big Brotheri. Kur të mbaroj. Kush mendon ti Cubi se do ta shpërthej me fitore? Do më thënë, shiko, që t'jemi të saktë, s'dua të keq kuptohesh. Kush mendon ti se do ta fitoj dhe kush do doje ti ta fitonte? Të pëlqen si pyetje? Po, më pëlqen. Unë e kam të qartë në kokën time, pa diskutim. Si logjik. Che cosa che cacchio mi dici? Jo, kujdes, nejse. Cacchio. Okej. Kaki. Unë në fakt do doja që ta fitonte Rozana. Do doja. Okej. Por në bazë të dinamikave dhe gjithë situatave se si kanë rrjedhur, mendoj që do ta fitoj. Duket që do ta fitoj Gjesti. Duket. Por asnjëherë si di. Duket po themi, po. Do më thënë, Gjesti është vërtet ka një fanbase gjatë të madh për momentin, edhe për shkak se vjen edhe nga një eksperiencë më parshme, edhe normalisht në atë eksperiencë më parshme ishte populli ndjente që ishte i bërë një padrejtësi. Edhe normalisht e kam mbartur me vete këtë. Po ndërkohë ti për shembull Visian, jo kë mendon apo kë do doje, po a ke bërë një sondazh, po themi? Po, kam bërë. Sot bëra një sondazh, e kam bërë që para dite, edhe si mirë bërë që më pyete. Sondazhi yt. Dhe sipas sondazhit të ndjekësve të mi në profilin tim personal. Sipas sondazhit të ndjekësve të Visian Ukcenaj. Po, do të thënë që mos keq kuptohemi, nuk është asgjë zyrtare, nuk janë votat e PS-s as PD-s, janë ndjekësit e mi të cilët kanë votuar si më poshtë. Në Gjesti është në top list me 50% të votave. Wow. Rozana në vendin e dytë me 36% të votave, votuesve. Laerti pason në vendin e tretë me 8%, edhe Egli në vendin e katërt me 6% të votave. Pra ndjeshëm numërimin e votave ja u bëju. Doktor, neve mjeshtër, se ti e njësh për numëri votash. Nuk themi që jemi ne të saktë, dashur. Ne japim tonën, ti jep tëndën, vëlla. Dhe megjithatë janë ende edhe 2 ditë dhe nuk i dihet se çfarë mund të ndodhi. Nuk dihet asgjë çfarë do ndodhi. Domethënë mund të themi është ndër rastet e para se për shembull në Big Brother të tjerë ndoshta për shembull kur ishte Big Brother Luizit, fituesi ishte evident i padiskutueshëm. Po. Në këtë Big Brother mund të themi që po të bëjmë një analizë vogël tani se na lejo ta cekim pak
pak si temë, pavarësisht se ne jemi në hapçu, por duke qenë se ne s'kemi mundësi të flasim më për Big Brother, se kështu është finalja dhe mund ta themi me plot bindje që për shembull po të analizojmë lojën e Rozanës, Rozana është një ndër lojtarët më fantastike të këtij Big Brotheri. E thën kjo për shkak se dinamikat e saj kanë qenë fantastike, ka qenë lojtare e cila ka patur empati, ka patur lojë, ka pasur konflikte, ka pasur miqësi, ka pasur zënka. Është një lojtare e kompletuar dhe vlen për të përmendur një detaj i rëndësishëm, në asnjë moment gjatë rrugtimit të saj nuk ka thyer një rregullore. Është e vërtet. Pra, edhe dinamikat i ka krijuar vet. Edhe i ka krijuar vet. Normalisht ka pas situate ku është futur tek dinamika tjetrit, sepse normalisht jeton aty brenda, do përfshihesh pa diskutim. Gjesti. Kush janë meritat e Gjesti? Gjesti ka qenë lojtar i cili me ardhin e tij ndryshoi Big Brotherin. Po, e vërtet është. E thën kjo me plot gojën sepse personazhet ishin gjum, kishin futur një tip stili letargjik me njëri tjetrin, apo bëjmë gallat këtu, ham qoftë atje dhe kishin rënë një hap i dhe rri. Ishte një Big Brother i qet. Po, shumë i qetë. Ardhja e Gjestit e ngriti Big Brother në një formë totalisht tjetër. Edhe ajo që vlen për të përmendur me Gjestin, që Gjesti ka qenë një lojtar i cili lozte me limitet e njerëzve, një lojë shumë dinake, por një lojë shumë pa ofendime. Gjesti kur s'ka ofenduar askënd, me fjalë banale, me ofendime. Kjo është, domethënë, ti ka çuar njerëzit në limitet e tyre. Kush ra në gropën e tyre, pa diskutim. Këtu po flasim për faktet që kemi vënë re, nuk po flasim as si tifoza se po gjykojmë një lojë. Edhe në kuadër e kësaj, si çdo gjykimi për Rozanën, po edhe për Gjestin, Gjesti ka luajtur shumë fort. Normalisht ka qenë një lojtar i cili s'ka pushuar asnjë moment. Për mendimin tim është një djalë i partikular fare, në prime s'arrinte dot të mbronte një temë saktuar. Ai sill dinamika dhe në prime humbet. Po, në prime nuk thoshte asgjë, me thënë drejtën. Lojën e bënte gjatë javës dhe kjo mua më ka çuditur se si një personazh i cili nuk arrin dot të artikulojë apo të mbrojë veten në një temë saktuar, arrin në këtë farpike, ose është niveli i dobët i kundërshtarëve të tij, ose është ai shumë i zgjuar që gjatë javës i bën kaq lëmsh saqë nuk ka nevojë të flasin prime. Flasin ata, punojnë ata për atë. Kështu që ai në rregull ishte. Është një ndër lojtarët që s'ka ndodhur asnjëherë në historinë e Big Brother që asnjëherë s'ka folur më gjatë se 2 fjali në prime. Domethënë se ka mbrojtur dot një tezë të caktuar në prime. Dhe të paktën në momentin në prime që ka qenë kokë më kokë me Laertin, ku ishte një temë shumë delikate. Ai deshdoli nga loja. Ai aty kishte një super moment, me thënë drejtën, por gjithsesi është ajo pra që tham, punuan të tjerët për ata. Punuan të tjerët, edhe kjo atribuohet si një vlerë e atij. Absolutisht po. Pra, mendoj se finalja mbetet midis këtyre dy personazheve, Rozanës dhe Gjestit, dhe normalisht tani më thot Vini, po e fitoi Laerti. Unë mendoj se është e pamerituar vëlla, po e fitoi. Normalisht e pamerituar në aspektin e lojës, sepse Laerti në kuadrin e lojës mendoj se është një ndër personazhet që ka luajtur më pak, edhe më pak se Egli. Pra ka bërë dinamika dhe lojë edhe më pak se Egli. Por, si personazh, është një personazh shumë me vlera, është një personazh që i ka dhënë vetëm vlera asaj shtëpie, ka patur një komunikim shumë qytetar, një artist i lexuar, një personazh që ke dëshirë ta shikosh në televizor, edhe një personazh që vërtet transmeton kulturë në qenien e tij në këtë Big Brother. Megjithatë un kam përshtypje që ndoshta kjo ka qenë dhe strategjia e Laertit, sepse ai dhe vet e tha këtë gjë. Un dua të nxjerr një Laert tjetër dhe jo atë Laert që tha që kemi parë nëpër studiot televizive. Dhe njerëzit këtë kanë patur pritshmëri në fakt ndaj Laertit. Laerti shumica e njerëzve. Bravo, sepse nëse ne kishim parë atë Laert dhe prisnim atë, ne na surprizojmë me të Laertin tjetër. Dhe nga kjo që po thua Vin, mund të jetë Laerti çfarë ka bërë? Ka fituar shumë pikë duke patur këtë background në CV-n e tij, sepse ai u fund Big Brother dhe njerëzit relativisht ndoshta kanë patur frikë të konfliktohen me Laertin, se thon ky është merru me këtë. Merru me këtë tani, e kupton? Dhe ndërkohë Laerti ka treguar një anë totalisht tjetër tien që shumë njerëz ndoshta kanë filluar ta pëlqejnë këtë anë të Laertit. Edhe unë them të bëjmë pak pushim. Po. Të lëm Ledionin flasën. Egli apo e lëm fare. A Brizeneda, radha për ju. DJ Vini në pultin e transmetimit gjithmonë dhe është kënaqësi ta kemi. Jemi në orën e fundit të Dashur Miq.
Jemi në orën e shëndetpaqit, në orën e telefonatave, në orën ku ne bëhemi njësh me popullin, me hallet, problemet, dëshirat, entuziazmet dhe pse jo, mendimet e tyre pra kundër si qysh tek aktualiteti etj. Kështu që jo vetëm thjesht na dëgjoni, po edhe na merrni në telefon se ne do të jemi deri në orën 20, deri në orën 8, kështu që kemi dhe plot një orë kohë që të ndajmë së bashku. Po. Edhe ndërsa numri i telefonit për gjithë ata që kanë dëshirë të komunikojnë me neve në rubrikën Shëndetpaqe është 069 20 47 299. Ky është numri i telefonit. 47 299. Ky është numri i telefonit. Deri në orën 8 këtu na keni, Deri në orën 8 jemi këtu dhe mbi të gjitha jemi live, jemi regjistrim. Si mund t'ja vërtetosh një mosbesuesi që e live? Ja, hapçu. Shëndet. Po jo. Jo. Thuaj tash. O vllai, shif majtas. Busjesh. Ajo goca që është me Range Rover. Është e lidhur me vlla, mos u lodh. Vazhdo ec. Kujdes ja futesh shtyllës, shoku. Është një me golf. Një me golf, ajo është beqare. Ja, po bieshi, po bien ca pikashiu, ca pikashiu ran biçe. Po, dhe ndërkohë dielli s'ka perënduar ende. Po. Sepse nuk ka perënduar. Jo, më do më thënë është në grahmat e fundit të perëndimit. Po nuk duket mirë se ka re edhe kështu. Por nga që dita po i merr natës. Ka marr edhe ne gjithmonë kemi qenë natën dhe nuk e kishim parë kur ditën. Cubi në aktualitetin albanez. Qyqja. Vini, hap çadrën Vision, hap çadrën. Jemi live. Shkreptiu vini. Ora si dhe këtu brenda në studio. Shkreptiu vini valla. Ora vini po sa të fortë kishe more. Ja kape rrufen vini direkt, Pas ka hedh shumë krip vini. Kjo Cubi nuk e di domethënë. Unë nuk kam fjalë ta përshkruaj një qenie si Cubi. Është vërtet, është një banalitet që lëviz me dy këmbë. O Vini, më fal, edhe ty duhet të dëgjoj njerëzit, jo vetëm ne ndërkohë. Si çfarë tha Vini tani? Ka mashkull që thotë kom të but, po Vino. Edhe kjo me faza është mërvin. Ka momente ku zbutet. Ka një mosh ku nejse. Jo mosh moj ti. Ka. Berlusconi ishte me buton që pulsonte gjak atje, vetëm që mos pinte Viagra se i dëmtonin zemrën. A e diti që Berlusconi ka qenë me aktivitet krevati të vazhdueshëm deri në gramat e fundit të jetës. 85 vjeç. Sepse kishte, po realisht kishte bërë. Po Berlusconi bënte edhe ca gjëra të tjera. Nga ana mjekësore kishte krijuar një buton i cili pulsonte gjakun në zonën. Po dakord, po ne tani njerëzit e thjesht, për shembull baba im. Si ta bëj këtë buton? Si e ka emrin babi? Hamit i shkret si ta bëj këtë butonin. I dashur Hamit, ti s'ke lek për me bë këtë butonin që ka bë Berlusconi. Por ama ti mund t'i blesh, si e ka emrin mami? Ti mund t'i bësh gëzime si pal shertier. Dhe shtriun e një krevat dhe shikojni dhe kënaquni. Dhe hapini volumin në gjestit dhe eglit. Ja pra njerëz sa po e vërtetuan që jemi live. Dhe besoj se Hamiti do shkoj lart, shumë lart. Dhe me që jemi po flasim për Hamitin, Tepelend shkojmë pak në Gjirokastër, se ti e di që unë Gjirokastër ne kam pikë të dobët Visian. Patjetër, Gjirokastër është Gjirokastër. Po, është mbreti, nejse. Nuk e di nëse ti e di që ekziston një fshat në rrethin e Gjirokastrës që ka një bukuri natyrore të jashtëzakonshme Visian. Vërtet? Po. Si quhet? Por prit, përpara se të them se si quhet, është për të ardhur keq sepse po boshatiset. Vërtet? Po braktiset i gjithi. Wow, gjuna. Dhe ky fshat quhet Hund Kuq. Si më? Hund Kuq, ma. Hund Kuq. Hund Kuq. Po ka lidhje me Vit Kuqin? Si fshat? Apo janë dy zonë ndryshme? Janë dy zona të ndryshme, po thell janë kushurin, po të largët. Të largët, Hund Kuq, në Gjirokastër. I kanë bashkuar kuqasit bashkë. Dhe është boshatisur si zonë, Po, është braktisur thuajse fare. Pra s'ka më hund kuqas në Hund Kuq? Ka po në numër shumë të vogël. Disa ka pasur dikur. Sa ka pasur? Disa fshat i madh ka qenë më Vision. Vërtet. Por se unë kam vizituar vet. Ka qenë një fshat me plot
plot. 200 banor. 200 banor, 200 hund kuqër. 200 hund kuqër. Vërtet. Në Gjirokastër, si flasin si ne, besoj njerëzit normal. Si flasin. Edhe ruajnë shipen e lashtë pa të lashtëm fare. Ruajnë shipen e lashtë, hund kuqasit. I përshëndesim ata pak hund kuqas që ai sa kanë mbetur, dhe hund kuqasit që janë larguar, u themi pika që së bie. Po ktheuni në vendlindjen tuaj. Sepse kush do e mbushi hund kuqen, po se mbushët ju. Kush? Nga hund kuqas po bëni hund verdhër. M'fal, copsash metri tokës. Është rritur, po është rritur. Po jo më do e tulur se s'ka më banor, me çfarë logjike funksionon ti? Shiko, janë të kundërta ndaj Eurovision, e disa popull i çuditshëm janë më. Më dëgjoj mua, e di se sa ka shkuar. Sa ka shkuar? Se ka pyetur një kushëri im, donte të blinte atje. Kishte shkuar plot 7500 lek metri. 7500 lek metri hund kuq. Po jo, mi mota 7500 lek metri super tok te ngjit me liçenin. Po jo Eurovision, po flasim me lek. Lek pra 7500 ti merr edhe këtu. Tok kodër, ngjit me një pelg. Me hund verdhët. Ta këtu në fshatin Verdhaluc. Verdhuq. Shiko, do të qeras me një super gjë. Më qeras, po. Do të qeras me një super gjë, po e di si është sa shishme është? Po vetëm ta hap gojen dhe shijoje publicitet. Po mbyllësit. Mia, mund të më merrni tani në telefon. Unë edhe Visiani në rubrikën tonë Shëndet Paç. Telefononi në numrin 069 2047 299. Kemi një telefonat? Ua, sa të shkatët që jeni. Alo, mirëmbrëma. Po puna ser, si e la, mirini? Mirë, si e ti? Nga na telefonon? Mirë, faleminderit. Nga na telefonon? Të telefonoj nga qyteti madh i Gjirokastrës. Për katësisht e dashur. Po? Nga fshati. Nga cili fshat? Nga cili fshat? Në kultur. I hund kuqit në Gjirokastër. Jo, mos më thuaj që ti je nga hund kuqi. Jo, jam le e rritur nga gjyshi, nga babaj, nga tërë me familje. Ua, çfarë telefonate nuk e besoj dot. Më në fund një hund kuqas na mori në telefon dhe po na e vërteton që po ky fshat ekziston. Ore, çfarë bëhet në hund kuq një herë? E pare punës furasere, faleminderit që e përmendet fshatin ton të hund kuqit. Problemi parë që ne kemi si qytetar të fshatit hund kuqas, është që unë ndryshe nga banorët e tjerë të hund kuqit, unë se kam hundën e kuqe. Ua, më falë, se më doli pak shu, po pse nuk e ke hundën e kuqe? Nuk e kam unë, nuk është të thënë që t'jesh nga hund kuqi do të pa tjetër të kesh hundën e kuqe. Jo, më falë, unë di që aty janë të gjithë me hund kuqe dhe ndoshta ti mos je i ardhur, ndoshta nuk je vendali. Jo, gaboni, por atëre, më ofendoni origjinën tani. Të jesh, unë ky është një ndër konfliktet e mëdha që kam patur me ish banorët e hund kuqit. Me hund kuqasit, po? Po, ata pinin raki tërë ditën, tani hunda do s'kuqet nga rakia. Tani unë nuk është se më pëlqen ta pi rakin e dashur motër, edhe nuk e kam hundën e kuqe. Më fal, tani ti po thua që hund kuqasit janë me hund kuqe sepse pin shumë raki? Po, aktiviteti kryesor primar këtu puratere. E keni si sport? Është sport i vjetër në hund kuqas. Domethënë, pirja rakis këtu nuk ka ujë këte dashur. Këtu rakia është dhe ujë dhe bukë dhe gjellë, më kupton, këtu me raki i mbajmë dhe qingjat, më kupton. Më falë edhe burimet tuaja ka raki? S'kemi burime ne kemi tapa dhe brima, ujë, aty ku s'del ujë del rakia. Të përshëndet Vini, DJ Vini të përshëndet me këtë këngën. Puraser, faleminderit, sa se dëgjoj. Ja dëgjoje, moj raki. Ua, më preket e Vini. Unë vërtet se pira killa, po kjo kënga më godet në sëmë. Po mirë më falë, po thoje pak më përpara që edhe kafshët juve ju shjeni me raki? Qingja, lopët, delet, përveç pulave, se pulat po u ram raki purasere. Çfarë ndodh? Po ram raki pulave, ja hipën pula gjelit, jo gjeli pulës.
Po, e keni provuar domethënë, ka ndodhur kjo gjë? E kemi provuar. Mua des na hipi pula, mua po të them, pula nuk mbam, kupton, e ke parë pulën ku ja pre kokën 6% si budallaqe. Tani për asere, më kupton, pula nuk mban, kurse lopa po mban mirë, lopa. Mban lopa, ha? Po, qingji mban mirë. Vis nuk japim raki vise, po i dam raki po në gjitha i në gjol, në gjolin lartë në mal atje në ashu, po në gjithja si e në qafën. Okej, mirë, në rregull e kuptova, po më thuaj pak tani. Tani edhe një ndër gjërat se ju e keni lënë pas dore hund kuqin e dash. Po, prandaj për këtë doja të pyesja. Akoma jemi banor, vërtet kanë qenë 200, po ne jemi akoma shumë banor. Keni qenë pra 200 dikur. 8 banor të rëndësishëm të hund kuqit. Wow, 8 banor. Po, kanë qenë 200, po tani janë 8. Atje në pill ka patur shumë, po i kanë prerë. Më falë se nuk të dëgjova ku, çfarë? Pillin e kanë prerë pemët e pillit. Nuk janë më si më përpara, se kanë ndërtuar, kanë bërë gjëra atje në pill. Pemët e pyllit. Po, një ndër shqetësime që kemi ne purasere në Viskuq është, po pse asë një banor në Big Brother në këtë emision kaq të ndekur, nuk është nga Gjirokastra ose nga hund kuqi. Në fakt shumë e vërtet kjo. Ne jemi të shkolluar, jemi qytetar, ne vërtet jemi në fshatra të thella të tilla, por ne kemi qytetarin brenda vetë. Mirë, më fal të bëj një pyetje. Ti e ke çuar në përmend që mund të futesh për shembull vetë në Big Brother? Unë jam një person që edhe këtu në Viskuq kam bërë dinamika. Kam bërë shumë dinamika në Viskuq, edhe nuk është se s'kam bërë. Jam tip që bëj dinamika purasere. Po mirë, atëherë ky Big Brother iku vitin tjetër. Të kuq hundën një herë që edhe të bie në sy më mirë, më kupton? Atëherë ti ke kohë vitin tjetër, të skuqet edhe hunda, edhe të shkosh në Big Brother pra. Sepse unë, duke qenë se pi rakin purasere, po mendoj ta fus kokën në hundën në raki, që të më skuqen nga tempra nga aktivitet. Po, në fakt edhe ky është një variant i mirë, ti shumë mirë e ke menduar. Po gruaja jote ka hundën e kuqe? Gruaja ime shkon në pill pret drut, edhe edhe ajo është e pasionuar pas punës me dru purasere. I godet fort, ka pasion që po, kemi figura të ndryshme, kemi bërë dhe ledionin prej druri, e ka bërë gruaja ime. Ashtu, bravo. Po kalamajt e tu si janë kështu si natyrë. Ka bërë shumë mirë prej druri, ka bërë arbërin prej druri, se Shmikollaj Nedën e ka bërë prej druri. Po gjestin e keni bërë prej druri? E kemi bërë, po s'duke shumë. Dëgjoj, më fali, thuaj gruas të lutem bëj dhe Eglin që ti kemi çift, gjestin dhe Eglin prej druri. Megjithatë, unë thjesht doja të të pyesë. Atëherë kemi bërë, po i doli i vogël gruas, edhe po mendojmë ta bëjmë edhe një herë se më kupton, por atëherë nuk e doli mirë për masa. Po dëgjoj, nëse nuk keni më pemë, aty i thuaj gruas, kalon në një fshat tjetër aty. Po ka pilli sa duhet, më po doja se janë 1 kilometër, doja si këmba jo. Nuk i lodhet këmba jo, ha gjatë pin gjëra të ditën piraki. Këmbën e ka të madhe gruaja, këmbën e ka të madhe. E bën hapin e madh. Ka 43 i shput për këmbës ajo. Mashallah, ka hundën me dorë, mashallah. Hundën e ka më të kuqe se unë ajo, se ajo e ka pak qef rakin. Po kupton për asere. Ngredolli ajo, bën gëzuar. Po, vini dorë thoj këtyre që bëjnë Big Brotherin, Ledionit, bashortës së ti, të marrin dhe qytetar nga Gjirokastra, se neve nuk kemi të pakët. Jo, absolutisht. Jemi të kulturuar, thoj Ledionit, thoj Starës. Patjetër. Ne njojmë familjarisht këta. Patjetër zotri, faleminderit. Ne do t'i vëmë në djeni, besoj që dhe ata e dëgjuan tani emisionin. Nga hund kuqi dhe nga Viskuqi, se ne kemi kushërim. Po ju jeni shumë. Jeni tuajt juve dhe të Viskuqit. Po të paktën ja 2 banor tjenë, Dëgjoj, të lutem tani se na mbaroi koha dhe duhet ta ndërpresim telefonatën. Unë të falenderoj shumë të fala familjes tënde dhe inshallah shtoheni dhe shumoheni në hundkuqin tuaj. Ishte një kënaqësi që folëm bashkë dhe ndave këtë moment kaq të bukur me ne. Faleminderit për atë. Na merr kur të duash sërish çdo të njëjtë nga ora 7 ne do të jemi sigurisht me telefonatat tona. Faleminderit për atë. Faleminderit gjithë
gjithë merat keni. I përshëndesim dhe i falenderojmë për punën e palodhur, sepse Cubi, ajo që më bën përshtypje është mu Shqipëria me VIP-a. Të gjithë janë VIP-a, të gjithë janë fenomenë. Ma lexon mendimin. Pikërisht te kjo do dilja dhe unë jemi lodhur nga ky muhabeti. VIP-i këtu, VIP-i atje, ky bëri këtë, ky bëri atë. Ka plasur VIP-i si pandemia Covidit dhe infektohen njerëzit, bëhet VIP tjetri sa kalon gjithë me ty. Domethënë, s'të flet më, thua atyre po ky çpati. Ej Visian, është për VIP more? Është bën, u bën gjithë VIP-a dhe pastaj e di çfarë ndodh? Nuk marrin talentin, po marrin vetëm tangërllëkun. Marrin vetëm fjalën VIP. Po, edhe domethënë thjesht kanë marrë tangërllëkun. Edhe është kështu pastaj, është edhe me cep të syrit. Në një shoqëri ku ka shumë VIP-a dhe VIP-esha, është e rëndësishme që të falenderojmë njerëzit e thjesht. Njerëzit e vërtet të përditshmërisë të jetës, të cilët nuk e shohin veten si VIP. Pa të cilët në fakt edhe këta VIP-at nuk do ishin, se në fakt janë këta të thjeshtët që punojnë fort për këto VIP-at që ne shohim. Edhe i falenderojmë. Duke falenderuar ata, falenderojmë dëgjuesit tanë që kanë qëndruar besnik çdo të ente dhe sidomos sot me neve. Kemi patur një puntat interesante, kemi folur pak dhe për Big Brotherin, duke qenë se të shtunën është finalja e madhe. Finalja gjigante, dhe kujtojmë për gjithë ata që ndoshta në pa mundësi për ta parë live, do kenë mundësi ta dëgjojnë maratonën e kësaj puntate spektakolare. Do e bëjmë dije që nga ora 19:00 deri në orën 21:00 do jetë tapeti kuq në Top Albania Radio. Një transmetim maraton ku do jenë prezantues kush, e mban mend vini kush do jenë? Ronaldo dhe Ksenia do jenë në tapetin e kuq, do prezantojnë dhe pastaj do të vazhdoj live deri në mesnatë, deri kur të mbaroj Big Brother. Kështu që mos thoni nuk kishim kohë për ta parë, se keni mundësinë për ta dëgjuar live në Top Albania Radio. Gjithashtu falenderojmë të gjithë, duke qenë se ne është mundësia e fundit që kemi për të folur për ta. Falenderojmë të gjithë banorët e Big Brotherit, të cilët kanë qenë në një farë forme edhe frymëzim për neve, për në emisionin ton Portokalli, po kanë qenë frymëzime edhe për shumë media, për shumë emisione të tjera në fakt, po, sepse i falenderojmë të gjithë pa përjashtim për rrugtimin e tyre. Bigu gjithmonë prodhon, po, pa diskutim. Dhe madje meqense dalim tek banorët e tjerë dhe vetë këta të katërt po përpiqeshin të numëronin një ditë dhe nuk po ju dilte numrin sakt. Një ditë, po, sepse ndoshta dhe harojnë tek këtu. Një ditë i nxorën 35, një ditë tjetër i nxorën 32, dhe Rozi madje thoshte ore ku janë të tjerë që nxorën dje. Po de facto sa kanë qenë. Duhet ulemi ti numërojmë dhe ti tani kam përshtypjen. A na vjen informacion nga redaksia sa kanë qenë, ja të presim na vjen informacion. Elona Durë di me siguri, po do e presim pastaj të pyesim Elona. Pa diskutim. Elona di çdo gjë rreth tyre. Po, ajo Elonës nuk i shpëton asnjë gjë. Edhe ajo e komplimentojmë dhe Elona ka patur një maraton të gjatë për sa i përket Big Brotherit. Dhe gjithashtu falenderojmë dhe përshëndesim, pse jo, me qenë se kemi mundësinë. Ai nuk na ndëgjon se për momentin është jashtë shtetit, Ledionin. Falenderojmë dhe Ledionin për këtë sezon të Isha shumë serioze tash ky jashtë shtetit që s'na dëgjon. Jashtë për momentin nuk na dëgjon. Gjithashtu përshëndesim dhe Sarën për punën fantastike që kanë bërë. Pash dhe skenën brapa, e thash çfarë, po. E di si duke skenat sub si raketë. Unë se kam parë, mos të gënjej kot. O të betohem gjatë si motor anije kozmike. Thjesht është kështu. Janë mbledhur ata të NASA-s aty tani dhe po punojnë. Gjan sigur gardhe Elon Musk me shok dhe kanë bërë këtë skenë duke super gjigande. Kanë kaq ditë që po punojnë. Përshëndesim me gjithë mentorët e personazheve, autorët, i përshëndesim gjithë. Gjithashtu përshëndesim sepse janë shumë që nga regjia. Përshëndesim dhe i shokun tim nga Astiri, i cili nuk ka lidhje me këtë gjë. Ma të levani të mbarove ti? Si është Alamet Çuni, domethënë dhe e përshëndesim veçanti. Edhe inshallah s'ka më trafik tani Astiri në këtë moment. Tani gjithë personazhet do i përshëndes me një këngë që u shkon për shtat. Kryesisht atyre dyve, çiftit të Big Brotherit, Ledionit dhe Sarës, me një këngë e kënduar nga legjenda e muzikës, Sia. Dhe titulli i kësaj këngë Cubi. Elona Durë.
Uzi. Po Uzi është një armë, nuk e di nëse di. Ja, shpërdheu vini. Kjo. Po ku ka koleg më të mirë në botë se ju të dy më? Faleminderit dashur. Se thonë që në këtë rrethin ton ka xhelozira, ka inate, ka të smira. Pra po vallai, si Visiani dhe si Cubi që më prezantojnë çdo herë me kaq shumë dashuri nuk e kam ndier vetën. Edhe është sinqert prezantim, nuk është nga ato. Po të duam shumë. Nuk është ato servilizmat që gjenë rëndom në bërë. Nuk jemi me fuqa. Por Cubi vlen për të përmendur që Elona s'ka ardhur vetëm. Jo. Ka ardhur me një peshë të rëndë të medias. Peshë rëndësh në fjaska të rëndë kandari Elona. Diku në zgënqet e cepit mëshitur me derë ndodhet ai Olti Curri i cili më pas do Ndodhet Olti Curri me peshë të rëndë e ka në fjalë, në opinion, në mendim, çdo gjë. Por edhe në peshore, nuk është se mos e po zbret peshore, mashallah, mos. Po shiko, më mirë themi fjalë këqija që njerëzit shiqyr. Vazhdon tjetër ashtu, se po i tham që është dobësu e morim sysh edhe nuk i kam gjë. Unë kam puntatën e fundit sot të Big Brother Radio dhe kam zgjedhur ta mbyll me qershin bitort. Që është Olti Curri, gjithashtu edhe Loredana. Një nga vajzat e spikatura të këtij edicionit të 4 të Big Brother VIP dhe mendoj që jemi një treshe shumë simpatike për të dhënë fundin një rrugtimi të gjatë 4 mujor për çdo mbrëmje gati në Top Radio. Para se ta mbyllësh dhe para se ne të ikim, në gjithë to 4 muaj, 4 muaj u bën. Holy crap. Elona, si ishte ky rrugtim për ty, domethënë si? Unë mendoj që ka qenë ndër më fantastikët, më dinamikët, me më shumë adrenalinë, me shumë energji. Jam shumë e lumtur që më janë përgjigjur të gjithë banorët që kanë lënë shtëpinë e Big Brother, sa kanë fatin e mirë që dalin shtunën edhe të hënën janë të kuna, po dalin të mërkurën, të martën dhe të mërkurën kanë qenë të kunë në studio dhe kanë patur mundësinë të marrë emocionet e para, ndjesitë e para post dalje. Klikimet i kanë patur mashallah, dëgjueshmëri lart, shikueshmëri gjithashtu dhe jam shumë e lumtur për një punë të mirë që kam bërë së bashku me kolegen Atalanta, gjithashtu me vajzat në web dhe gazetaret Mikela edhe Silvia, gjithë stafin e Dea Demalia gjithashtu me në krye Ledionin, të cilin e kemi shqetësuar për çdo ditë gati të ftojmë, t'i themi, mund ta pyesim, mund ta bëjmë, por na ka lënë dorë të lirë për çdo gjë, edhe ndaj ka funksionuar se kur merresh vesh shkojnë mirë gjërat. Tani me që ti je personi adekuat që mund pyesim se e ke ndjekur edhe nga afër dhe nëpërmjet banorëve, do të bëjmë dy pyetje. Një do ta bëj Cubi, që është pyetja e arbrit tashmë, që kush Cubi? Pyetja e arbrit është kush mendon? Po unë nuk e kam lënë akoma as shpina as emisionin, mos ma bë këtë. Ja, do të bëjmë jeni emisionin tonë. Edhe një herë Elona tani, nuk e gashkon. Unë mendoj që këtë Big Brother e fiton Gjesti dhe Rozana. Ç'është kjo përgjigje atalante, ç'është përgjigje atalante mi Elona. Ne sot e kemi bërë kështu pyetjen me njëri tjetrin. Kush mendon? Dhe kush do doje ti ta fiton? Jo, unë mendoj dhe dua ta fitoj Ne prandaj ti dam dy mundësi, po ti s'doje, doje një. Loredana! Doli. Tani Elona. Përgjigje e gabuar. Elona, tu do të bëj emisionin kështu sot. Hajde. Sa inat më vjen që je ke ky emisioni dhe ke bë mungesa nga i tjetri. Shiko. Ai vjen ku i thot Bobi. O zemra ta fitoj, më i miri ta fitoj ku duan njerëzit votojnë, të gjithë votojmë, ne të gjithë do japim, po për mua ka qenë një rrugtim fantastik. Të 4 finalistët janë ata që kam parashikuar që në fillim edhe i kam për krahur, i kam pëlqyer, i kam dashur. Duke qenë se kam bërë për çdo natë këtë punë, më vjen çik kështu, më vjen çik keq tani pikërisht duke qenë se ti e ke bërë për natë këtë punë dhe di më tepër, ke një lloj po themi nuhatje pak më të thellë se sa ne. Nuk të dha përgjigje pyetjen tënde. Pyetja tjetër. Kush është Big Brotheri më i mirë? Ky është Big Brother. Ky është për mua është ky Big Brotheri më i mirë. Pra ti mendon se ky është Big Brother? E ta justifikoj, për sa pak sekonda kemi. Për sa kohë kemi javë të tëra që mezi gjejmë finalistët dhe jo më fituesin, për mua kjo ka qenë shumë suspans, shumë intriguese, pra nëse në çdo vit e kemi gjetur javën e dytë, apo kemi thënë dyshja janë këto, apo e sigurt që e merr kjo. Ky është i pari Big Brother që ne 4 finalistët mezi bëm dhe mezi po gjejmë edhe fituesin. Ikim se vjen Elona. Elona vazhdon pastaj. Faleminderit që ndoj që të hapçun.